Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Na ndajnë vetëm pak orë nga mbrëmja nostalgjike natës së 3 të Fest 64, një natë që premton emocione të forta, kujtime të paharruara dhe rikthimin e këngëve që ka shënuar historinë e festivalit të këngës në radio televizionin shqiptar. Nostalgjia do të pushtojë skenën e pallatit të kongreseve, por edhe ekranet e publikut kudo përmes transmetimit në radio televizionin shqiptar, në radio televizionin e Kosovës në kanalin e 4, ndërsa finalja që do të mbahet nesër mbrëma do të vijë në kanalin e parë të RTK-s, po ashtu dhe në të katërtin. Duetet dhe trio të veçanta, bashkëpunime mes brezash dhe surpriza artistike e bëjnë këtë mbrëmje një nga më të priturat edicionit të 64 të festivalit. Ndërkaq për të mësuar më shumë për Fest 64, ne do të bisedojmë me kolegen tonë në radio televizionin shqiptar, Elda Lamja, gazetare në RTSH. Përshëndetje Elda dhe faleminderit që na u bashkove në intervistë. Ju përshëndes nga Tirana. Unë jam shumë e lumtur dhe shumë e kënaqur në fakt që të raportoj për një nga ngjarjet më të rëndësishme artistike në Shqipëri, si kundër është Festivali i Këngës në Radio Televizionin Shqiptar në edicionin e tij të 64. Në këtë momente ne kemi përzgjedhur këtë kënd për të raportuar, kjo për faktin jemi në backstage, pasi vijojnë ende provat generale, të cilat I paraprin natës sotme, që është pakzuar si nata e nostalgjisë. Në fakt do të ngjiten 18 duete në këtë natë sotme, duke përcjell tek publiku vlerat e muzikës shqiptare, brenda por edhe jashtë kufive, duke sjellë emra të njohur kompozitorësh, tekstshkruesish, autorësh këngësh, këngëtarë, të cilët I kalojnë kufit shqiptar. Keni dhe ju këngë shumë të mira të bëra ndër vite të përzgjedhura në për të gjitha edicionet e festivaleve të këngës në radio televizionin shqiptar, këngëtarë nga Kosova, të cilët do t'i bashkohen natës së sotme. Unë do të zbuloj një nga këngëtaret e cila do të ketë një këngë përshëndetse në duet me një tjetër pjesëmarrëse në garë të si vjeçme, është Gili, ajo e cila do të shoqëroj një nga artistat e cila garon në këtë event të madh artistik në Shqipëri. E duket se do të përcillet dhe do të ndizet skena sikur se ka ndodhur edhe dy netët, duke pasur parasysh që ne tashmë jemi në gjysmën e rrugtimit artistik të festivalit të këngës, e duket se dhe surprizat do të shpalosen ditë pas dite për të sjellë tek publiku muzikë të mirë shqiptare, ashtu sikur se është edhe motoja e këtij festivali, me rrënjët shqiptare dhe me të gjitha krijimet që shenjuan në historinë e muzikës shqiptare në të gjithë këto vite, këtë cilësi artistike për sa I takon jo vetëm performancës, zërit artistik këngëtarëve të cilët patën një honë e dolur nga ky festival, sigurisht do të jenë një pasaportë e mirë përfaqësimi edhe në Eurovisionin e vitit të ardhshëm në 2026, kënga fituese mes 23 këngëve të cilët do të kalojnë në natën finale, do të jetë një ajo e cila do të përfaqësojë Shqipërinë. Po arbëresh. Po, atëherë Elda, do të shohim duete trio që bashkojnë breza të ndryshëm artistësh. Ju siç e thatë zbuluat njëri nga emrat është Gili me këngën Xixa Xixolloj, nëse nuk gaboj. Xixollonja, po. Hiti, refreni I cilës këndohet. Pikërisht, sa është rëndësishëm ky dialog mes të shkuarës dhe të tashmes në skenën e Fest 64? Shiko, shumë I rëndësishëm fakt, jo vetëm për këngëtarët e rinj, të cilët interpretojnë së bashku me këngëtarët big, le të themi, jashtë festivalit, por edhe për këta të fundit, të cilët ringjiten në skenë për të disatën herë në kohë të ndryshme, por emocionet dhe përjetimet janë të njëjta, sikurse ata kanë përfaqësuar që ditën e parë që janë ngjitur në skenën e pallatit të koncerteve, në fakt sepse kjo skenë ka mikpritur për shumë vite në të gjithë rrugtimin artistik të tij, këngëtar, me muzikë të mirë, me zëra të mrekullueshëm dhe të jashtëzakonshëm, refrenet e këngëve të së cilëve neve I këndojmë ende dhe sot. Ka kaluar brez pas brezi, nuk janë harruar, sikurse është edhe kënga me cilën një nga këngëtaret nga Kosova, Gili, do ta risjell në skenë, të riorkestruar në një konceptim modern, por sigurisht edhe për krah një artisti të ri I cili
sigurisht është garues në këtë festival. Kështu që rëndësia është e dyanshme, përjeftimi nga njëra anë, por edhe përfaqësimi në mënyrë sa më dinjitoze për krah këngëtarëve big, le të themi, të cilët nuk janë në garë, por ndjejnë të njëjtat emocione në skenë, se skena ka magjinë e vetë të saj, edhe para publikut përgjegjësia shumë e madhe. Po. Do të thotë, sonte do të kemi një rikthim të këngëve ikonike si Këputa një gjethe dafine, Zëllonja që sapo e tham, Jon e Vajzat e fshatit ton, po. Shiu, këto ngjallin shumë kujtime. Çfarë mesazhi sjell, domethënë, ky rikthim për publikun dhe për vetë festivalin e këngës? Për festivalin e këngës në televizionin shqiptar, tashmë nata nostalgjike duket të thyer në tradit. Kjo sepse është përfaqësuar, është përqafuar në fakt edhe nga publiku, pasi këto e tregojnë edhe biletat e shitura për natën e sotme, pothuajse të gjitha janë të rezervuara, të ezauruara dhe nuk ka më vende bosh në pallatin e kongreseve për ta ndjekur live, kështu që duket pra që dhe efekti tek publiku dhe dëshira që ka publiku për të ridëgjuar këngë të cilat tashmë kanë mbetur në fonotekën e temi e muzikës shqiptare, kanë akoma ndjesi dhe përcjellin ende atë jehonën e jo vetëm sepse është kënduar bukur, është kënduar dashurisë, është shkruar për gjitha fenomenet, le të themi, dhe sociale, këngë të cilat përderisa edhe sot këndohen, do të thotë që përjetohen nga publiku, njësoj sikurse kanë qenë debutuese dhe janë prezantuar për herë të parë në festival. Dhe këngë të cilat kanë fituar edhe çmime gjithashtu. Jo vetëm vende të para, kanë pasur edhe atë përqafimin e publikut që i ka duar trokitur fort ndër vite. Që kjo ka rëndësinë dhe peshën e vetë. Domethënë, pas kësaj nate, që është nata e tretë e festivalit, natës nostalgjike, vëmendja është vendoset drejt finales. Çfarë mund të presim nga nata finale e Fest 64 dhe si është rritur pritshmëria pas asaj që kemi parë deri më tani? Shiko, organizatorët ne kanë nxjerrë me pikatore elementët surprizues deri në natën finale. Ne kemi mundur të zbulojmë disa prej cilave, por në fakt ajo mbetet për të shuar kuriozitetin e publikut kur ta ndjeki edhe përmes valëve tuaj apo sigurisht edhe nëpërmes valëve të rrjetit televizionit shqiptar. Sigurisht që ajo që mbetet kryesore dhe kryefjale të gjithë këtij eventi është çmimi i madh, i cili do të përzidhet në mesin e 23 këngëve të cilët do të kalojnë në natën finale, 5 prej të cilëve janë debutuese dhe do të mundet të zgjidhet vetëm një përfaqësues, ai i cili do të plotësojë të gjitha komponentët artistik. Dhe dua të theksoj që një peshë të rëndësishme të votave kanë jo vetëm 7 antarët e jurisë, me krye Ramlahaj, pra tenorin e njohur shqiptar, por edhe për sa i përket votave të publikut, të cilët mbajnë 50% të peshës së tyre në këtë votë që do t'i japin këngës fituese. Kështu që besoj se ky është një element i rëndësishëm për t'u theksuar, pasi pesha gjys për gjys juri, 50% juri dhe 50% publik i jep vlerën e konsiderueshme një këngë e cila do të jetë përfaqësuese në Eurovisionin e vitit 2026. Surpriza do ketë pa diskutim, pasi do të ketë edhe të ftuar special, emrat e cilëve unë nuk mund t'i bëj dot publike për të mos trajtuar, le të themi, edhe besimin që na kanë dhënë organizatorët për ta lënë këtë në natën finale, por që ajo që ka garanci të plot është sepse gula e suksesit tashmë është vendosur, me sa duket edhe në gjysmën e rrugtimit të tij artistik, Rrjetë Televizionit Shqiptar me festivalin e këngës ka treguar edhe një herë të sukses të garantuar ndër vite. Enda, ceke që është shumë e rëndësi sepse 50% e votave do të vinë nga publiku. Çfarë emocionesh pritet që publiku sonte të ndjejë brenda sallës, por dhe përmes ekranit televiziv? Me sa kam kuptuar, duke u nisur edhe nga një vit më parë, ka pasur një lloj, po themi, përshtatshmërie gjykimi për sa i përket edhe votave të dhëna nga publiku. Pra,
atë këngë që përzgjodhi juria dhe atë këngë që deshi publiku e reflektuan edhe në sallë me duartërkitje dhe ovacione të jashtëzakonshme. Kështu që besoj që dhe kësaj here do tregohet edhe një herë që pesha e publikut me atë të jurisë do të zgjedhë më të mirën. Elda, do më thënë në fund, kam edhe një pyetje, rreth natës së sonte, sa ndikon një natë si kjo në ruajtjen e kujtesës muzikore dhe trashëgimisë artistike të radio-televizionit shqiptar? Shumë sepse kjo natë nuk është vetëm për nostalgjikët, sikundër është emërtuar si e tillë, por është edhe për brezin e ri, është edhe për artistët e rinj, dhe është edhe mesazhi që përcillet për të bërë muzikë të mirë, të vërtet, dinjitoze, përfaqësuese dhe sigurisht për të mos i zbehur dhe të kurrur ato vlera që duhet të ketë muzika shqiptare, jo vetëm brenda kufive, por edhe jashtë saj, në të gjitha përfaqësimet, por edhe me zëra unikal, që sigurisht një pjesë për cilëve artistë të rinj aspirojnë për të hyrë në tregun muzikor sa më në mënyrë dinjitoze, por ka treguar koha se edhe ato këngë apo këngëtarë të cilët ndoshta nuk janë vlerësuar me vendin e parë, kanë mbetur në kujtesën e publikut, këngë të paharrueshme, sikurse janë edhe këto këngë që do të vinë sot në natën nostalgjike. Elda, faleminderit, të shënon edhe fundi intervistës sonë, faleminderit për këtë pasqyrë të plot të informatave që një dhe për shikues të RTK-s, por sigurisht na pret një mbrëmje emocionesh sonte dhe një finale që duket se do të mbetet gjatë në kujtesën e publikut. Ishte kënaqësi të kemi në lidhje nga Tirana, nga Pallati i Kongreseve, por në prapasken. Mua më vjen keq në fakt që nuk mundëm dot që të jepnim disë. Megjithatë juve e keni ndjekur edhe në dy netët, magjia ka qenë po aq jashtëzakonshme. Kështu që mua më vjen keq që po e bëjmë këtë lidhje këtu, por për shkak të efekteve të muzikës së lartë nuk mundemi dot që të vendosim ashtu të zhvendosim. Pikërisht. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve. Përshëndetje nga Tirana. Justina Shiroka Pula u zgjodh kryetare e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Kuvendi i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës sot më 19 dhjetor mbajti zgjedhjet e rregullta për zgjedhjen e kryesisë së Akademisë dhe zgjodhi kryesinë e re me këtë përbërje. Akademiki Justina Shiroka Pula kryetare, akademik Fejzullah Krasnishi nën kryetar, akademik Bardh Rugova sekretar shkencor, ka njoftuar Ashaku. Po ashtu, Kuvendi i Akademisë gjithashtu miratoi zgjedhjen e sekretarëve të seksioneve, antar korrespondent Nusret Krasnishi, sekretari i seksionit të Gjustësisë dhe të Letërsisë akademik Frashër Demaj, sekretari i seksionit të Shkencave Shoqërore, antar korrespondent Enver Hamiti, sekretari i seksionit të Shkencave të Natyrës, antar korrespondent Ismet Jonuzi dhe sekretari i seksionit të Arteve njofton Ashaku. Ansambli kombëtar i këngëve dhe vallëve Shota do të mbajë më 26 dhjetor koncertin premier të fundvitit në Teatrin Kombëtar të Pallatit të Rinisë, duke sjellë një program artistik të përqendruar në trashëgiminë dhe identitetin kulturor shqiptar. Pjesë qendrore e koncertit do të jetë prezantimi për herë të parë i tablos koreografike premier Feniksët e Lirisë me koreografi nga Feim Leka dhe muzikë nga Valton Beqiri. Vepra simbolizon ringjalljen, forcën dhe shpirtin e lirisë përmes gjuhës së vallëzimit dhe muzikës skenike. Organizatorët thanë se koncerti synon të përmbyll vitin artistik me një paraqitje përfaqësuese të vlerave më të mira të traditës kombëtare, duke ndërthurur këngën, vallën dhe interpretimin skenik bashkëkohor. Ansambli Shota, një nga institucionet më të rëndësishme kulturore në Kosovë, ka luajtur një rol kyç në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë muzikore dhe koreografike shqiptare brenda dhe jashtë vendit. Një hulumtim mbi përvojat e të dëbuarve nga Kosova gjatë luftës së vitit 1999, titulluar Kujtesa përballë harresës, do të prezantohet të shtunën
në Prishtinë së bashku me hapjen e instalacionit artistik Korridori i Hekurt. Studimi do të prezantohet nga Shemsi Krasniqi, profesori i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, dhe bazohet në intervista me më shumë se 300 ish refugjat të realizuara gjatë një periudhe 15 vjeçare nga ai dhe studentët e Departamentit të Sociologjisë. Hulumtimi dokumenton përvojat e dëbimit, jetën në refugjat në Maqedoni, Shqipëri dhe vendet të tjera, si dhe procesin e kthimit në Kosovë pas luftës. Ngjarja do të përfshijë një diskutim të hapur me publikun, i cili do të moderohet nga Jeta Gjara, producente e Reporting House. Pas prezantimit, pjesëmarrësit do të vizitojnë instalacionin artistik Korridori i Hekurt në galerinë e Reporting House, i kuruar nga Gazmend Ejupi. Organizatorët thanë se aktiviteti synon të nxjisë reflektim publik mbi kujtesën kolektive dhe përvojat e refugjatëve nga lufta e fundit në Kosovë. Galeria Kombëtare e Kosovës do të organizojë më 20 dhjetor një punëtori festive për fëmijë, duke synuar të mbyllë vitin me aktivitete krijuese dhe pjesëmarrje familjare, njoftoi institucioni. Në titullin Magjia e fundvitit në galeri, kartolina nga artistët e vegjël e aktivitetit do të mbahet nga ora 12 deri në orën 14 në hapësirat e galerisë në Qafa dhe u dedikohet fëmijëve që dëshirojnë të shprehin kreativitetin e tyre përmes artit. Sipas organizatorëve, fëmijët do t'u ofrohen materiale të ndryshme artistike, përfshin ngjyra dhe forma të larmishme për të krijuar kartolina të personalizuara me formë temë festive. Qëllimi i punëtorisë është të nxjisë imagjinatën, bashkëpunimin dhe dashurinë për artin që në moshë të hershme. Aktiviteti është pjesë e programeve kulturore të fundvitit të Galerisë Kombëtare të Kosovës, të cilat synojnë të ofrojnë publikun e ri me institucionet kulturore dhe të krijojnë një atmosferë festive dhe gjithëpërfshirëse për komunitetin. Punëtoria është e hapur për publikun dhe pritet të tërheqë fëmijë dhe prindër që dëshirojnë ta festojnë fundvitin përmes krijimtarisë artistike. Shfaqja teatrale për fëmijë, Dhoma 4x3, bazuar në vargjet të poetit Agim Deva, do të jepet më 20 dhe 27 dhjetor në 2 termine, në orën 12 dhe 13, duke sjellë një atmosferë festive në prag të vitit të ri në Teatrin Dodona. Shfaqja me dramatizim dhe regji nga Meli Qena trajton vlerat e bujarisë, solidaritetit dhe familjes përmes historisë së familjes Cakaj, e njohur për zemërgjërsinë e saj, pavarësisht kushteve modeste. Ngjarja zhvillohet në natën e vitit të ri, kur Drenusha dhe shokët e saj të klasës mblidhen për të festuar me këngë, lojra dhe ëmbëlsira pa përdorimin e telefonave të mençur. Në skenë do të interpretojnë Avni Hoti, Roza Berisha, Avdi Azemi, Fai Gashi, Valdet Rama, Meli Qena dhe Elma Azemi, të cilët njëkohësisht kontribojnë edhe në animimin me rekuizita dhe skenografisë së bashku me ekipin teknik. Në fund të shfaqjes, babagjyshi i vitit të ri do të shpërndajë dhurata modeste për fëmijët e pranishëm në sallë. Organizatorët thanë se shfaqja synon të përcjellë mesazhe edukative dhe kulturore për fëmijët, duke rikujtuar rëndësinë e bashkësisë, ndarjes dhe festimit të thjeshtë familjar. Teatri Mërgëmtari në bashkëpunim me Teatrin Dodona do të prezantojë më 29 dhjetor në Prishtinë premierën e projektit teatror Kukulla, një bashkëpunim artistik rajonal i zhvilluar mes Zagrebit, Prishtinës dhe Tiranës, bazuar në tekstin e dramaturgut kroat me ndikim të gjë rajonal Miro Gavran. Shfaqja vjen si rezultat i një procesi kërkimor dhe stilim skenik që eksploron metaforën e kukullës në trupin e njeriut dhe fisnikrinë e njeriut në formën e kukullës, duke reflektuar mbi identitetin, manipulimin dhe lirinë në shoqërinë bashkëkohore. Sipas konceptit të veprës, është kohë kukullash në role interpretojnë aktorët Leonard Hamitaj dhe Qëndresa Jashari, ndërsa muzika origjinale është realizuar nga Ehad Dula me instrumentin vihuela gitar. Skenografia mban firmën e Nasir Shatrolli dhe Almend Hyseni, ndriçimi është realizuar nga Albert Gashi, ndërsa traileri nga Dalmat Dobra. Vepra është përshtatur dhe vënë në skenë nga regjisori Nasir Shatrolli me përkthim të tekstit nga Kastriot Qipi. Pas premierës në Prishtinë më 29 dhjetor, Kukulla pritet të vazhdojë rrugtimin e saj artistik gjatë vitit 2026 me premiera në Zagreb dhe Tiranë, duke synuar të thellojë dialogun teatror dhe bashkëpunimin kulturor në rajon.
Kosova po përgatitet të presë në vikend Festival Ndërkombëtar të Poezisë 2025 në Rahovec, edicionin e 8, një ngjarje kulturore që synon të mbledh poet, përkthyes dhe kritik letrar nga vende të ndryshme të botës, përfshirë Evropën, Azinë, Afrikën dhe botën arabe. Festivali organizuar nga poeti kosovar Fahrettin Sheu pritet të shërbejë si një platformë dialogu kulturor dhe shkëmbimi krijues, duke riafirmuar poezinë si një gjuhë universale që lidh kultura dhe tekalon kufit gjeografik dhe gjuhësor. Organizatorët thanë se edicioni si vjetëm do të fokusohet në bashkëtesën kulturore dhe rolin e artit në ndërtimin e urnave të mirëkuptimit mes shoqërive në një kohë tensionesh globale dhe sfidash sociale. Festivali Ndërkombëtar i Poezisë në Rahovec është shndruar ndër vite në një nga ngjarjet më të rëndësishme letrare në Kosovë, duke tërhequr vëmendjen në skenës kulturore rajonale dhe ndërkombëtare. Për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe na pëlqeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe sakt. Mos harroni me gjithmonë live në rtk-live.com. Të nderuar shikues, ne këtu e përfundojmë magazinën Art Kultur. Ju faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.